Miq të emisionit Urbanika, ne ndodhemi sot në qytetin e Vlorës. Pallati që është pas meje jeton një nën 64 vjeçare, e cila sot jeton me 2 mbesat dhe nipin e saj. 3 muaj më parë, vajza e saj e vetme humbet jetën pasi vuante nga i vajsi. Djali i saj 3 vjeç ka trashëguar këtë sëmundje të rëndë. Ne do shkojmë të vizitojmë në shtëpi se si është gjendja dhe cili është apeli i kësaj nëne. Problemi im është se në këtë shtëpi, në këtë familje, mua më ka ikur vajzë e vetme nga një sëmundje e pa menduar kur. Për mua ishte një bombë. Vajza më ka ikur e re, 31 vjeçe, më ka lënë 3 fëmijë, 2 vajzat dhe një djalë 3 vjeç. Djali është i sëmur. E ka marrë nëpërmjet gjoksit. Vajza për herë të parë më sëmurën në muajin maj, duke menduar se kishte ftomë. E shtrova në Vlorë dhe mbasi mbajtën 5-6 ditë e çuan direkte në Tiranë. Atje në Tiranë më vojti 3 muaj e gjysmë dhe duke menduar që kjo lloj sëmundje nuk kishte vdekje, kishte nëpërmjet kurave, mendohesh që s'do kishte vdekje. Më pate e mundën dhe më shkrit. Mua s'më ka thënë që doktori, po që mendohesh që ata e kanë rregull që a thonë pacientëve. Dhe kështu që unë çupa mi ka lënë fëmijët zërese në rrugë. Sot jam, nesër nuk jam. Çfarë sakrifice do bëj unë për fëmijët 64 vjeçe me një pension që kanë lidhur 1000 lek në ditë të një fëmije. Ato një byrek janë ose një kulaç. Dhe unë lodhe me goj, me të folur e me të arsitur, jo dhe ti ushqej, ti arsimoj, ti shëroj. Vajza i vajsin e kishë marrë mbartës nga i shoqi. Gjë që ne nuk kuptonim nga këto gjëra. 2 vajzat janë mirë dhe djali është i sëmur. Sa ushtrua vajza në spital dhe u muar vesh që çfarë vajta basmenusën e vllajt, çfarë kishte, me njerë u dha urdhri për të 3 fëmijët. U bën analizat në Vlorë dhe erdhi përgjigja në Tiranë që djali ishte i sëmur. Nuk doja ta mbaja djalin, se mbaj do djalin. Kam për debate në spital dhe më thanë që je gjyshe. Unë i thash jam gjyshe, por nuk jam nën. Ai nuk është në një moshë më të madhe që unë ta vozit, që ta kujdesoj me gojë. Megjithatë, djali po vete 4 muaj që bojti çupa. Edhe po vete 4 muaj e jemi e vdekur, gati 8 muaj, unë po e mbaj djalin dhe jam në gjendje kritike për të jetuar. Si ja dilni? Ju keni 3 fëmijë tani të vajzës. Si ja dilni çdo ditë me ushqime, me veshje, gjitha? Për veshje mua më kanë prurë lagja. Edhe ushqim kanë prurë gjitonët. Edhe bukë. Janë 2 fura këtu në Vlorë. E quajnë është një djalë shumë i mirë, e quajnë Gjergji. Ja dhe bukët e botës. Të tata gurë.
Sa të rojnë tash, unë s'dua të rojnë. Ja, gur janë. Përse, mos më ndihmoj mua shteti. Apeli im është që djali të shkoj me një institucion se shërbimet e ilaçeve do t'i marri më në rregull. Se unë s'maj mend të t'i jap mirë dhe ilaçet. Edhe fuqin nuk e kam. E dua shumë, po e zonja s'jam. Për çupat, fuqin nuk kam, po ato janë të rritura. I kujdesoj me gojë, shkojnë në shkollë, bëni mësimet, bëni 1-2 punë. Dhe me thënë, ato që do t'i thoshte e jema, i them edhe unë. Fuqin nuk kam. Jam me diabet. Ju nuk keni fëmijë të tjerë përveç vajzës që ju ka humbur jetën? Po, nuk kam fëmijë tjetër. Dhe mua çupa ma ka lënë prap shtëpinë plot. Një djalë që është i sëmur, ajo më tha, çupat dhe çupat mami, djalin çoj me në një institucion. Dhe unë dua të bëj porosin e vajzës. Ajo ta kalon në momentet e fundit si amanet djalin, apo jo? Ma kalon amanet djalin, ta ma qos një institucion. Sa jo e donte shumë djalin, gëzoj që bëri djalë dhe avuri emrin e t'i jatit. Të më ndihmoj shteti, nga na financiare, se unë kam 2 zoga të vogla, duan të ushqen, të bishen, të shkollohen. Nuk ka rëndësi që unë t'i qojnë jetimore, ato ka nevoj për frima familjare. I lutemi institucioneve shtetërore, qeveris, Zotit Edi Rama, zonjë Liri Berisha që është e gravet, të më ndihmojnë, se unë si që kam zënë me këtë lodhje, me këtë shqetësim, mua fëmijë do më ngele në rrugëve. Shkova dje, tek zyra sociale, dhe thanë që do t'i hedhin. Më dha Zoti Eno, i kanë marrë urdhrin, do t'i kalojnë në bordero. Po unë që atëherë që më ka vdekur vajza, dhe që në muajin e maj, unë i kam bajt me pikatore lekët. Kanë marrë vetëm për krajën sociale 45.000 lekë dhe këtë muaj është dhënë gjysmë për kraje. Nga 45 unë kam marrë 20. Pse këtë radhë është dhënë gjysmë? Është dhënë gjysmë se nuk kishin. Të gjithashtu e morën. Se kisha unë halë, se s'kisha unë halë, ka që morën dhe thanë do t'a japin muajin tjetër. Ilaçe që i kam marrë të spitali numër 3, kam vajtur para një muaj e gjysmë, disa shurupe, mi mësoj ajo që si do t'ja jepja djalit, dhe na mungon një ilaçe që nuk na ka ardhur akoma, dhe do të lajmërojmë ne me telefon. Djali ka nevojë për shtetin, se nuk është në një operacion dhe prura në shtëpi. Nuk është në një fto me rënd dhe unë si bëra do t'ju smet. Plus, që mua nuk më vjen njeri në shtëpi, kanë të frik nga djali. Dhe unë nuk e bëj për këtë djalin që të largoj, se unë s'dua të di, kam fëmijët e çupës, po unë dua të më shëroj djali, të më ketë jetë djali. Unë, si nënë, si gjyshe, si amanetin që kam të vajzës, dua që djali të më kaloj në një institucion për të tillë sëmundje dhe ka për jashta. Gjë që çupat, unë basin më ndjen se e duan se e kam vëlla, ai mund t'jeti i qerë, mund t'jeti i gjakosur, ashtu si që kam shirun. Unë di të mbrojmë se jam e madhe, ato nuk di. Atere, përse në djali kur është i shtruar në spital, thonë që ki kujdes riktu në dhomë. Përse këtu në familje, djali të mos çupa të më infektohen mua. Përse të mos jetë dhe ky kujdes këtu në këtë familje, të shuhemi ne si shtëpi barku çupës time.